Ki vlerë të modha? Shqiprullën? Vlerë të modha? Vlerë të modha kam. Sa? Kam 85.000. 85.000. Në drejtë. Qëto, apo da një qëto një qëto? Dëgjëm, ti punët që ato i nëzirë që i ka thu 85.000. Që ato i nëzirë që të. Në Mitrovic bastisjet vazhdojnë paralelisht. Kolonat e gjata të makinave të policisë mësyn lokalet ku dyshohet se ka baste ilegale. Të gjitha këto zona janë zona të mbi populluara me njerëz dhe specialet rrethojnë zonën për të mos i lënë asgjë rastësisë. Tashimi në qytetin e Mitrovicës tu vazhdu me një lokacion tjetër, për shojmë se policia e mbogati, edhe në tu vazhdu të shojmë se në çfarë lokacioni kanë me shku. Pom edhe përgatitjet se janë tu vazhdu edhe tu hyj edhe në lokacione tjera. Parahetuesve në minutat e para shfaqen provat e para. Në kontrollet tek të dyshuarit gjenden telefonat të cilët dyshohet se janë përdorur për të kontrolluar dhe koduar bastet ilegale. Pasi hapet telefoni, hetuesi gjen aplikacionet, ndërsa kontrollohen edhe telefonet e tjerë tek klientët e lokalit. Synohet të sigurohen prova nëse në telefona kishte edhe bastet e tjera. Kur janë siguruar telefonat dhe lokali poruhet nga policia, aty fillon edhe kontrolli detajuar. Gjatë bastisjes, gjenden edhe një kulet me para, e cila nuk ishte deklaruar në fillim të kontrollit.
Për të siguruar prova shtesë në lokalet e Mitrovicës ku dyshohet se ka baste ilegale, përpas telefoneve dhe parave, sekuestrohen edhe pajisjet e kamerave të sigurisë. Ato do të ekzaminohen për të siguruar provat të tjera, të cilat i lidhin akterët me këtë ngjarje. Hetimi disa mujor i rastit ka siguruar prova të brendshme për këtë veprimtari. Mbi këtë bazë urdhërohet edhe arrestimi i pronarit të lokalit. Në operacion me prokurisë dhe policisë, edhe Mitrovica është blinduar nga njësitë speciale. 3 lokale paralelisht kontrollohen në zonën e Mitrovicës. Aty kërkohen të pandehurit dhe dëshmi për organizimin e bigjozit ilegal. Me hetimet paraprake, specialet kanë bllokuar disa zona të Mitrovicës. Aty janë siguruar prova për baste ilegale dhe skema bigjozi. Në një zonë tjetër të qytetit të Mitrovicës, po ashtu gjatë kontrolleve sekuestrohen telefonat të cilët kishin të instaluar programe që mundsojnë mbushjen e lojrave të fatë. Paralelisht me qendrën, hetuesit kanë identifikuar edhe zonat e tjera të dyshimta në Mitrovicë. Me urdhër kontrolli paraprak, hetuesit futën edhe në lagjen Tavnik të Mitrovicës. Pastisi zhvillohen në 2 lokacione. Aty sekuestrohen prova të rëndësishme, përfshirë telefon, të cilët kishin të instaluar programin e bigjozit ilegal. Operacioni hetimeve kundër basteve në Mitrovicë përfshin edhe hetime financiare. Përfitimet nga bastet do të ndiqen si vepra penale dhe mbi këtë bazë, prokuroria urdhëron sekuestrimin e makinave dhe pronave me vlerë të dyshuarve. Në tërësinë e tij, operacioni i prokurisë së Mitrovicës mbikëqyret hap pas hapi nga prokurori Muharrem Prekazi. Ai viziton vendet që ishin duke u basisur për të siguruar provat.
në një lokal tjetër, i cili është cak i bastisjeve, po ashtu urdhërohet sekuestrimi i telefonëve, DVR-ve dhe kamerave të sigurisë. Pronari i lokalit ftohet në polici pasi nuk ishte prezent, ndërsa punëtorit i merret një deklaratë si dëshmitar. Rezultatet e operacionit nisën të konkretizohen edhe më shumë. Krahas lokaleve, kontrollet ishin zgjeruar edhe në banesa të dyshuarve. Njëri nga të dyshuarit në fillim të aksionit në banesën e tij deklaron se ka 85.000 euro para cash. Parat ishin të ruajtura në një qese të zezë. Policia hap qesën dhe fillon numërimin e parave, të cilat tutje do të sekuestrohen si prova. Po ti shme të shlesh me mrena në orë, Ja, orët kom. sa në me vlerë që akit, gjitha e ndonë me një vend qëllemesht, dhe mas ne vazhdojmë me kontrol. Pa që fesë. A ki vlerë të modha? Vlerë të modha? Vlerët më kom. Sa? Kom 85.000. 85.000. Në drejtë. Se galut. Ai një vjetë, një falje. Shto e kemi deklaru në përdem kërë kemi pyta kemi diçka, kemi deklaru që kemi 85.000 euro. Rektina, vazhdojnë pjesën tjetër.